përgjithësia ime. Unë përmënda disa le themi prej momenteve kryesore të kësaj jave, përmënda jo më kohë raportin e Parlamentit Evropian, duke marrë shkas nga një sër diskutimesh të cilet kanë lindur pikërisht mbi atë se çfarë thuhej aty. Leta nisim me këtë, si e përdorën palët politike raportin, në thonjza si e shfrytzuan atë, qoftë edhe për retorikën e tyre të brendshme. Fakt, nuk është që është herë e parë që ndodhë një përdorim i raporteve të ndërkombëtarëve apo në këtë rast edhe i Komisionit të Politikës Jashtme të Bashkimit Evropian për sa i përket çështjes së integrimit të vendit ton apo edhe përparimeve dhe ngecjeve të bëra nga Shqipëria. Pasi vlen të theksohet që politikanët shqiptarë jemi mësuar tashmë të shohim që edhe një deklaratë, një zëdhënësi nga Këshilli i Evropës, Komisioni i Evropës, Parlamenti Evropian, apo edhe një deklaratë akoma dhe më poshtë nga ana e thjesht një eurodeputeti e shndrojnë në një debat dhe e shndrojnë gjithë në fakt arenën mediatike dhe publike shqiptare në një debat të mirëfillt mes tyre. Kjo për shkak edhe të retorikës së tyre politike apo interesave politike për ta mbajtur gjën, le të themi, brenda asaj, jo vetëm të ndezur, por brenda kontureve që ato duan t'i japin secilit qëndrim. Referuar kësaj, e njëjta gjë ndodhi edhe këtë herë, siç pritej me raportin përkatës, ku nëse do të shohim gjithmonë ka dy lexime, në fakt ka shumë lexime, por në aspektin e palëve politike në këtë rast opozit majorancë ka gjithmonë dy lexime. Nga njëra anë majorancës që thotë ne kemi përparuar dhe ne jemi më të mirët në këtë aspekt,